Siç tha Ibrahimi a.s. kur ishte dhëz e zjermi i madh i Nemrudit për me djeg pse ishte besimtar dhe besonte Zotin, e dhëzën i zjerm të madh dhe me djeg, pra Nemrudi sepse mendonte se Nemrudi është vetë Zoti. Edhe donte me myt këtë pejgamber të Zotit dhe shumë është një histori kjo interesante që do ta ndajmë sot së bashku në këtë ditë beku me xhuma. Dhe Allahu i dha urdhër zjarrit dhe tha ja naru kunni bardun wa salamun ala Ibrahim. Tha o zjarr, bëhu tha i ftohtë, por shpëtues për Ibrahimin alayhis salam. Se thoshin edhe dietarët edhe ulemoja, me pas thonë bëhu i ftohtë, shmërdhi i ftohtë, edhe kish vdek i ftohtë. Po ka thonë bëhu ftohtë dhe shpëtues për Ibrahimin alayhis salam. Edhe pse të gjithë ishin mbledhur për të bërë kur tha këtij pejgamberit dashur Halilullah, që e kishte epitetin i dashur i Perëndis, pra të gjithë ishin mbledhur për të bërë kur tha këtij pejgamberit dashur të Zotit, por në fund të ditës fitoi e vërteta. Fitoi thirrja e Ibrahimit alayhis salam që i thriste popullin e vet me besuar një Zot të vetëm dhe me adhuru vetëm Allahun, ani abudullah fajtanibu tagut. Pra me adhuru vetë Zotin e mos i bë Zotit shok. Dhe ky dashtuni Allahut Halilullah Ibrahimi alayhis salam, pra ishte një pejgamber i cili vazhdimisht përmes shembujve, subhanallah, përmes shembujve, pra njerëzve ju jepte mesazhe të fuqishme. Edhe kur dilte për shembull në plato ose në shesh mejdan, ju tregonte njerëzve, a shihni diellin, dielli lind, dielli perëndon. Zoti as nuk lind, as nuk perëndon, por në fund tha, ky është Zoti Rabbul Mashriqaini wal Maghribain, Rabbus Samawati wal Ard wama bainahum. Pra ky është Zoti i lindjeve, perëndimit, ky është Zoti i qiellit, Zoti i tokës. Pra ky është Zoti që ka çu tash sot këtë shi, këtë borë e kështu me radhë. Pra ky është Rabbul Alamini. Për m'ju tregu pra njerëzve madhështinë e të madhit Zotit qofshim fal atij, ku përmes kësaj fjale kaq të madhe, pra që ai e prolongonte dhe e mesazhonte, ju tregonte njerëzve pra për këtë fjalë kaq të madhe, kelamullah, që është pra fjala e Allahut, pra kjo fjalë, siç i tha dhe Zoti në Kur'an, tha inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Pra siç i tha dhe pejgamberit ton Muhammed alayhis salam, por na thotë edhe ne, po edhe pejgamberët e Zotit, tha na do të forcojmë ty me një fjalë të madhe.